Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Amin. Ain, sin, kaf. Kështu të shpall ty, si dhe atyre para teje, Perëndia i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Atij i përkasin çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Ai është i lartësuar dhe i madhrueshëm, gati që qiejt po shkryen prej madhërisë së tij, njëri mbi tjetrin. Engjëjt e madhërojnë duke e falendëruar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Ja, pra Perëndia, me të vërtetë është falës dhe mëshirues. Ata që marrin, pos Perëndis, ndihmë, shok tjerë, Perëndia është mbikëqyrës mbi ta, e ti nuk je kujdestar i tyre. Ja, kështu, na ta kemi shpallur ty Kur'anin në gjuhën arabe për ta paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj, dhe ti paralajmërosh ata për ditën e tubimit, kiametit, për të cilën s'ka dyshim. Atëherë një grup do të shkojnë në xhenet e grupi tjetër në xhenem. Sikur të doj Perëndia, do t'i kishte bërë të dy grupet e një besimi, por ai këtë doj e shpjen e mëshirën e vet, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës as ndihmës. Vallë, a mos marrin ata mbrojtës tjetër, pos atij. Pikçuditse Perëndia është i vetmi mbrojtës dhe ai do t'i ngjallë të dekurit. Vetëm ai është i përshtatshëm për çdo gjë. Për çfarë do çështje që të polemizoni, vendimi është e Perëndia. Ky është Perëndia, Zoti im. Unë vetëm te ai mbështetem dhe vetëm tek ai kthehem. Krijuesi i qiejve dhe i tokës. Ai prej jush ka krijuar çifte për ju e krijoi çifte edhe prej shtazëve, që kështu që ju shumëzoj. Asgjë nuk i shëmbëllon atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Tek ai janë çelësat e thejsarëve të qiejve dhe të tokës. Ai i jep furnizjen të gjerë kujt të doj, por edhe ja mungon kujt të doj. Ai, në të vërtetë, është i gjithdijshëm për çdo gjë. Ai u ka udhëruar në besim, ashtu siç e ka udhëruar Nuhun dhe atë që ta shpallën ty, dhe me atë që e udhëruam Ibrahimin, Husajn dhe Isajn, predikoni fenë e drejtë dhe mos u përçani në të. Për idhujtarët është shumë e rëndë ajo për çka po i thërë ti. Perëndia e zgjedh për vetë kënd të doj ai dhe udhëzon në rrugën e tij atë që i drejtohet me lutje. Ata u përçan prej egoizmit në mes tyre, mu atëherë kur u erdhi dienia. Dhe, sikur të mos ishte fjala e Zotit tënd, e thënë me parë për shtyrjen e dënimit deri në afatin e caktuar, atyre do t'u gjykojë më njëherë. Ata të cilëve ju la librin e trashëgim, dëshojnë thellët e libër. Andaj, ti thiri dhe bëu këmbëngulës, ashtu siç je udhëruar, e mos ndje kepshet e tyre, dhe thuaj, unë besoj çdo libër që e ka shpallë Perëndia, dhe më është udhëruar që të gjykoj drejt në mes jush, Perëndia është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne e veprat tuaja janë për ju. Në mes nesh dhe jush nuk ka kurfar mosmarrëveshje. Perëndia do të na tubojë të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. Ata që bëjnë polemikë me fenë e Perëndisë, pasi që janë përgjigjur asaj polemike, dokumentet e tyre janë të pamleshme te Zoti i tyre, mbi ta të bie pezmi i Perëndisë dhe për ta ka dënim të ashpër. Perëndia është ai që e ka shpallur librin, të vërtetën e paluajshme dhe drejtsinë. Kush të tregon ty, ndoshta dita e kiametit është afër. Pikçuditse, e nxitojnë qastin ata që nuk besojnë në të, e ata që besojnë, duajnë nga ajo dhe dinë se ajo është plotësisht e vërtetë. Me të vërtetë, ata që polemizojnë për ditën e kiametit janë në humbje të largët. Perëndia është i mirë ndaj robërve të vet, ai jep furnizim kujt të doj, dhe ai është i plotfuqishëm dhe i pushtetshëm. Ai që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, na do t'i jashtojmë atë shpërblimin e asaj vepre. Ai që dëshiron shpërblim në këtë jetë, atij do t'i japim diçka prej saj, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. Por ata kanë shokë udhëheqës të këqij, të cilët u kanë përcaktuar atyre në fe asë dispozite, çfarë nuk ka lejuar Perëndia. Sikur të mos kishte qenë fjala e vendimit të mëparshëm që gjykimi do të shtyhet, ata madje do të ishin gjykuar. Me të vërtetë, për zullumçarët ka dënim të dhëmshëm. Në ditën e kiametit do t'i shohësh zullumçarët se si frikohen për atë që kanë punuar, e shpërblimi i asaj pune, megjithatë do t'i godet. Ata që kanë besuar dhe punuar veprat e mira, do të jenë në kopshtet e mrekullueshme të xheneteve. Ata do të kenë te Zoti i tyre çka të duan. Kjo është dhuratë shumë e madhe. Kjo dhuratë e madhe është ajo, me të cilën Perëndia i si arriqën robëritë e vet, ata që kanë besuar dhe që kanë bërë veprat e mira. Thuajo atyre, për këtë nuk kërkoj kurfar shpërblimi tjetër prej jush, ose dashurisë ndaj meje, për farëfisjen, kush bën vepër të mirë, ne do t'i jashtojmë shpërblimin, se Perëndia, me të vërtetë, është falës dhe mirënjohës. Por ata thonë, ai Muhamedi ka trilluar gënjeshtra për Perëndim. Perëndia, nëse don, semrën tënde e bën të paluajshme me durim. Perëndia shkatëron të pavërtetën trillimin e bërë dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta. Ai di mirë çka ka në zemrat e tyre. Ai e pranon pendimin e robërve të vet dhe i fal mëkatet dhe i di të gjitha çka punon ju. Ai u përgjigjet miraton atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e u jep edhe me tepër prej dëntisë së vet, kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. Sikur Perëndia t'i furnizonte me sasi të mëdha robëritë e vet, ata do të tërboheshin në tokë,
por ai u jep në atë mas sa dëshiron ai, sepse ai njeh mirë dhe i sheh robëritë e vet. Ai, që i me dërgon pasi që ata ta kenë humbur shpresën dhe e përhap me shiren e vet, ai është mbrojtës i vërtet dhe i vetmi, i denjë për falënderim. Dhe një prej argumenteve të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i të gjitha qenieve të gjalla që i ka shpërndarë nëpër to, ai është i pushteqëm ti të bojë ata kur të dojë. Çfarë do fatkeqësie që ju godet, kjo është për shkak se e keni ftuar vetë, e ai edhe fal shumë. Dhe ju nuk mund t'i shmangeni atij në tokë dhe pos Perëndis nuk ka për ju tjetër mbrojtës as ndihmës. Një prej argumenteve të tij janë anijet e mëdha si malet që lundrojnë nëpër det. Nëse ai don e qetson dalon erën, frymën dhe ata mbesin të palëvizshme në sipërfaqen e tij detit. Për këtë ka argument për çdo kënd që është i dërueshëm dhe falëndërues. Ose i fundos ato për shkak të mëkateve që i kanë bërë ata, e fal edhe shumë mëkate. E që ta dinë ata, të cilët polemizojnë me argumentet tona, se nuk kanë ku t'i shmangen dënimit të. Çdo gjë që ju është dhënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote. Ajo që është e Perëndia dhurata, është më e mirë dhe më e përhershme për ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre. Për ata që ruhen prej mëkateve të mëdha dhe të keqjave dhe të cilët, kur t'i zemërojë dikush, falin. Për ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe të cilët bëjnë namazin e këshillohen reciprokisht në punët e tyre dhe të cilët dajnë nga ajo që u kemi dhe ne. Dhe për ata të cilët kur i godet ndonjë zullum i vazhdueshëm, i rezistojnë atij. Dënimi së keqes është gjegjes me atë të keqe, e kush fal dhe pajton, shpërblimi i tij është te Perëndia. Ai, në të vërtetë, nuk i don zullumçarët. Ai që reziston përballon, kur i është bërë një padrejtësi, nuk ka kurfar rrugë qërtimi ndaj tij. Ka rrugë qërtimi vetëm kundër atyre që u bëjnë zullum shtypje njerëzve dhe të cilët pa të drejtë mbjellën nga tëresa në tokë, për ta ka dënim të dëmshëm. Ai që duron dhe fal, këto, në të vërtetë, janë virtytet e larta të rekomanduara. Atë që Perëndia e shpjen në humbje për të nuk ka mbrojtës pas tij. Dhe ti do të shohësh se si zullumçarët, kur ta shohin dënimin, do të thonë, a ekziston ndonjë rrugë për t'u kthyer? Dhe i sheh ata që i ekspozohen zjarrit të përulur nga poshtërimi dhe vjedhin me bish të syrit. Ata që kanë besuar thonë, me të vërtetë, në humbjet e madhe janë ata që kanë humbur vetveten dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit. Me të vërtetë, zullumçarët janë në dënim të përhershëm. Ata nuk do të kenë mboritës që do t'u ndihmojnë, përveç Perëndis, e atë që Perëndia e shang, për të s'ka kurfar rrugë shpëtimi. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj, para se të vijë dita, të cilën Perëndia nuk do ta ndalë. Atë ditë, ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nëse ata kthehen nuk të dëgjojnë, po ne nuk të kemi dërguar ty si roje për ta. Detyra jote është vetëm të shpallësh. Kur ne japim njeriu të shijojë mëshirën tonë, ai gëzohet asaj, e nëse e godet ndonjë e keqe për shkak të asaj që e kanë punuar duart e tija, atëherë, me të vërtetë, njeriu është mohues i dhuntive. Te Perëndis janë pushteti mbi qiell dhe tokën. Ai krijon çka të dojë. Ai i dhuron kujt të dojë vajza, e kujt të dojë i dhuron djem. Ose i dhuron dy gjinit, djem e vajza, e këtë dojë e bën steril. Ai, në të vërtetë, është i gjithdijshëm dhe i pushtetshëm. Asnjë njeriu nuk i është dhënë të flasë me Perëndin, ose me anë të shpalljes, pas perde, ose me dërgimin e pejgamberit të ngjillit, e me lejen e tij, të shpall atë që don ai Perëndia. Ai, me të vërtetë, është i lartësuar dhe i gjithdijshëm. Po ashtu, ne ta kemi dërguar ty shpalljen. Ti me parë nuk e ditur se çka është libri as çka është besimi plot e librit, Kurani ne e bën dritë urfyes me të cilën uzojmë kënd të dojmë nga robërit tu. Ti o Muhamedi, me të vërtetë, uzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Perëndis, të cilët i përkasin çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Dhe ja, te Perëndia kthehen të gjitha gjërat.